Gjykata e posaçme miratoi kërkesën e prokurorit Adnan Xholi për caktimin e masës së sigurisë arrest me burg për Kleven Gjolena, Aldi Zonja dhe Musa Gjikola, të ndaluar për trafik droge ndërkombëtar të kokainës. Nga hetimet e SPAK-ut u zbulua se personat e lartë përmendur në bashkëpunim dhe me dy të shpallur në kërkim, Durim Keqi dhe Kevin Ajran Margjoni, kanë trafikuar drogë nga Amerika Latine në drejtim të vendeve të Bashkimit Evropian. Zbardhja e këtyre episodeve të drogës u bë fal hetimeve në dy procedime të mëparshme, asaj të trafikimit të drogës me lëkurë kafshësh, ku zbuluan 3 laborator për punimi, dhe trafikimi i drogës me anë të plehut organik në frakull të Fierit. Për këtë episod trafikimi janë dënuar me 88 vite në total 10 shtetas shqiptar, mes të cilëve ish kryekomunari Viktor Çervanaku, Nikolin Gjolena, Denilson Çervanaku, Klajdi Vrioni, Alias Klajdi Kodra, Zenel Çervenaku, Redion Meshi, Engji Ferhati, Maril Dorona, Bledar Matoshi dhe Julian Malaj, ndërsa vion gjykimi ndaj një shtetasi kolumbian, Samir Rosales Rodriguez. Për këtë procedim, hetimet zbuluan se u trafikuan dhe u sollën në Shqipëri rreth 485 kg lëndë narkotike llojit kokainë, e fshehur në një ngarkesë me ple organik artificial, e cila është sekuestruar më datë 24/11/2022 në frakull të madh të Fierit. Për operacionin e fundit janë kryer edhe disa kontrolle në banesa, automjete dhe ndaj personave të përfshirë.